të ecësh në Napoli duket sikur ecën me historinë, sepse mund të shohësh objekte dhe vend banime shumë të vjetra. E tillë është Castel dell'Uovo, ose e thënë në shqip, Kështjella e Vezës, e cila është një nga vendbanimet apo monumentet më të rëndësishme të Napolit, por ndërkohë dhe një nga më të vjetrat. Pse ka këtë emërtim? Në fakt ka një legjendë shumë të bukur nga poeti latin Virgili, i cili mendohej që kishte fshirur një vezë apo errëfen kështu brenda këtij vendbanimi. Duhet të kishte kujdes sepse veza nuk duhej thyer. Nëse kjo ndodhte, Tersi do ta kishte kapluar qytetin dhe kështjellën dhe ato do të shuheshin. Në fakt, legjenda mbetet vetëm e rrëfyer prej tij, por ndërkohë realiteti është kështu. Kështjella është një nga vendet më të bukura që mund të vizitosh në Napoli, qëndron stoike, është përballë detit dhe ofron një pamje shumë të bukur. Është një nga po themi vende që vizitohet më shumë nga turistët kur vinë në Napoli dhe është hyrja falas. Në Napoli mund të vizitosh vende fantastike, por njëra prej tyre është padyshim Castel dell'Uovo.